Atëherë shkojmë me pyetjet që na kanë ardhur. Jo, para du kështu me sqaruar çita. Abdesi në deti. E postova para një javë kur ke ajo sezona e pushimeve detit, e postova një video tonë pak më të vjetër ku ke fol për abdesin në deti. Edhe ka pas shumë reagime, komente të llojit, pse hoxha po thotë ashtu. Ti thove se dia të kujtojnë Ramazan apo në ligjërat, ke thon kur him rejna dhe mo ki abdes del. Çto kësaj tash ti e shpjegon? Ama shumë komente. Pse më thon kështu? Pozitivisht apo negativisht? Negativisht. Pse më thon hoxha kështu, ku abdes në deti, shurën e bëjnë plot atje, ku i di çka. Po dasha me tregu që kur shkeni në deti, nuk ka nevojë tash del pi ujit, hënës me shishe abdes. Jo më vëllon në deti atë. Hiç nëse e bën një jetë edhe kthen një llap, edhe del abdes ki. Po nëse do qefin me apo vetës, çati mbrenda në ujë, i lan turtë, i lan fytyrën e në gojën në hundë, normale. I lan krahas me në mes edhe u krip. Një këshill. Një sqarim. Para se ta sqaroj, është një hadith ku sahabët i kanë thonë ja Rasulullah, shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kanë thonë ja Rasulullah, o i dërguari i Zotit. Ne shkojmë për peshk, të kapim peshk në deti. Mirë po thotë atje, ujin që e kemi me vete, ndonjëherë në harxhohet, nuk kemi për me pi, e jo më me marr abdes. Çka të bëjmë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, uji i detit është i pastër, edhe Çka ka në tëmë? çka ka në deti do të thonë, aludohet te peshku. Ku s'ka mos, okay. Softina, kështu, ma shqip, softina e detit, ose ngurdhësirat e detit janë të lejuara. Për shembull lopa, devja, delja, dashi nëse ngordh, ose të cov nuk hahet. Haram është. Nuk hahet, po, ndalume. Peshku i coft hahet. Peshku nuk therrat si devja dhe si lopa, normale që peshku kur të ngordh edhe gjithçka që ka në deti duhet të ngordhe, pastaj për me unë më liu me umë. Do me thonë tash në këtë rast, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thotë, uji i detit është i pastër. Uji i lumit është i pastër. Uji i detit, i oqeanit. Çka lëviz? Ka disa rregulla që e përcaktojnë, për shembull Oas. Oas është një vend që nuk ka hyrje të ujit nga shiu, mirë po nuk ka dalje. Edhe nëse është pak ujë, me kalimin e kohës, shijen e humb, ngjyrën e ndryshon. Sepse nuk lëviz. Nuk lëviz edhe bati pa pastër. As nuk pijet, as për abdes nuk vlen. As për abdes. Amo i detit. Ja, është i flirtum jo kush. Po edhe me krip është. Edhe kripa e pastron. Edhe lumi, shembull, nëse uji lëviz, pa marrë parasysh çfarë papastërtie mund të ketë në lum. Jo te shura janë pikë këto. Pshurët. Komente. Ja, s'ka lidhje. Ajo është vetëm këta komente ndonjëherë janë vetëm për nënçmim, tham diçka di. Se shumë i mençur unë që çfarë pyetje kanë bën, nuk kanë rregull. Do të thonë nëse kjo më e qartë dhe më mirë e shpjeguar do të ishte me qenë se futesh në deti me nijet për abdes. Për abdes, më mirë është kështu. Edhe pse dietarët kanë debat në këtë temë. Ka dietarë që thonë nuk ka lidhje, ke bën jetë as ke bën jetë, po ti ke bën jetë Zotën mu fal. Po tash e fut në deti, e di që i pastër, e bën jetë që kam abdes u kri puna. Ka dietarë që thonë, jo, duhet me marr abdes. Brenda në deti, ama duhet me bët formën e abdesit si mi. Ka dietarë që thonë me futjen në ujë dhe daljen nga uja, me njet, ki abdes. Do me thonë ka debat në këtë temë. Në qartë. Edhe tash njerëzit janë të lirë. Ai që dyshon, e zgjedh atë me abdes. Normal, si merr të shtëpia, merr edhe në ujë, në liqen, në detin, në oqean, ku do të qej. Ata tjerë që e marrin mendimin e dytë, mundën të futen në ujë kur dalin me niyet, kanë abdes inshallah.